Andrea Mbora, gazetarja që kontaktuam së bashku. Okay. Atëherë siç edhe ju, në fakt, intervista u iniciua nisur nga postimi juaj mbi diskutimet ose debatet midis zonjës Spiro Pali dhe zotit Rama. Por përpara se të kalojmë aty, në fakt doja që të bënim edhe pak një analizë të përgjithshme mbi dinamikën e zhvillimeve brenda Kampit Roz, që ditët e fundit zhvillimet kanë qenë shumë dinamike, në fakt me mbledhje, takime, ku mund përmendim mbledhjen e zgjeruar të grupit parlamentar, takimet punët e Shqipërisë, takimet me fermerët. A mendoni se ka nisur në një farë mënyrë fushata për zgjedhjet e 2027-s? Fushata e Partisë Socialiste është e përhershme, ndryshe nga po themi partitë tjera në Shqipëri, Partia Socialiste nuk e ka ndaluar asnjëherë fushata. Unë mendoj që Partia Socialiste në fakt fillon gjithmonë fushatën në ditën pasi ka fituar zgjedhjet që ka fituar, pra zgjedhjet e herës fundit. Në këtë kuptim kemi fushatë përhershme dhe gjitha këto janë tema fushate ose mënyra se si mund të ecet përpara në kuptimin narrativ dhe për të krijuar një lloj besueshmërie të zgjedhësit. Pra edhe punët e Shqipërisë, ky turi që ka nisur pra në mos gaboj në Dibër, në Fier, ka qenë, pra në disa lokalitete të vendit. Edhe kjo është në një farë mënyrë për të fokusuar vëmendjen tek çështjet të performancës dhe për ta zhvendosur për shembull nga çështjet që janë delikate për Partinë Socialiste dhe qeverinë, siç është korrupsioni, çështje nxehta si zonja Balluku e me radhën e radhën. E qartë. Në mbledhjen e fundit, pastaj në mbledhjen e zgjeruar të PS-s, pati dinamika interesante ku në një farë mënyrë u zyrtarizuan zërat për një përçarje mes Ramës dhe Spiro Palit. Se deri në ato momente kishin patur, po themi, indicie, por nuk është se kishte një deklarim të drejtë për drejtë nga ana e zonjës Spiro Pali për zotin Rama. Kishte bërë postime, por ishin indirekte. Mendoni se është show për të treguar që në PS ka debate dhe i vlen kjo për zgjedhjet ose edhe në arenën ndërkombëtare që nuk i ka vrarë ende zërat kundër, apo mendoni që thjesht zonja Spiro Pali është vërtet e mërzitura e radhës, po themi, brenda PS-s? Ja, unë mendoj këtë gjë që pra, e para punës nuk është show. Nuk besoj që është show, sepse po të ishte show do kishim të tjera shenja. Në fakt, zonja Spiro Pali nuk është se ka qenë në sinkron, po themi, e sinkronizuar me Ramën, që ajo të bëjë një rol dhe Rama të bëjë rolin tjetër, po themi, dhe në të kuptim do kishim një valle dyshe të bëjë. Pra, në lloj orkestrimi, nuk ekziston kjo. Nuk shohim shenja që pra të kenë bërë role komplementare me njëri tjetrin, për të treguar që po themi Partinë Socialiste ka dinamik, ka mendim ndryshe, i respektohet e kështu me radhë. Jo, nuk është kjo. Por unë mendoj që në fakt ka fundja fare motivit i cili mund ta shtyjë një politikan që të bëjë lëvizje të tilla se kritika, siç ka filluar të bëjë zonja Spiro Pali, mund të jetë edhe banal fare. Për shembull, mund të themi që heqja nga posti i ministres të jashtëm mund të ketë qenë shtysa për ta nxitur pra zonjën Spiro Pali të lloj kritikat e saj. Nuk ka rëndësi kjo, ose më saktë ka rëndësi më të vogël. Sepse fundja fare shtysat e njerëzve që janë politik nuk është se janë gjithmonë kaq të fisme, për shembull, interesi publik dhe realizimi sa më i mirë i tij. Mund të jenë dhe krejt pragmatike, ndonjëherë dhe mediokre, pse njerëzit janë në politikë. Nuk është kjo çështje. Çështja është çfarë bëjnë kur janë. Pra, a fillojnë edhe rrisin profilin e tyre dhe duke bërë këtë gjë ndryshojnë edhe rregullat e lojës në parti, po themi, në mënyrën se si funksionon sistemi, apo në fakt thjesht binden, thjesht ndjekën rregullat e lojës që ka vendosur lideri dhe nuk bëjnë asgjë më shumë se sa të ngrejnë kartonin ose të thonë po, ose t'i bëjnë late liderit tyre dhe kjo pastaj e çon politikën dhe redukton në lojën e po themi 2 njerëzve, 3 njerëzve, aq sa janë liderët në Shqipëri. Unë them që zonja Spiro Pali në këtë rast ka bërë diçka të vlefshme, sepse nuk është pra e mërzitura e radhës dhe vetëm kaq. Nuk mund ta reduktojmë
aksionin e saj në këtë lloj narrative. Unë mendoj që ajo ka shfaqur aq sa lejon në një farë mënyrë sistemi politik shqiptar i cili nuk është shumë tolerant ndaj zërave të ndryshe, ndaj kritikës, po ka arritur të shfaq në një farë mënyrë disa tone kritike ndaj modelit dhe jo ndaj personit Rama, ndaj modelit me cilin po qeveris Partia Socialiste në udhëheqjen e Ramës sigurisht sot. Dhe këto janë kritika që i bëjnë mirë fundja edhe vetë interesit publik. Zonja Spiropali nuk është se ka thënë ndonjë gjë të pavërtet, nuk është se ka thënë ndonjë gjë që nuk e mendojnë përgjithësi njerëzit në Shqipëri, por fakti që e ka thënë dhe e ka thënë nga brenda sistemit, pra nga brenda pushtetit, i jep vlerë asaj që ka thënë, sepse duhet kurrëzim, po duhet edhe zgjorësi që të mbash qëndrime të tilla, sepse fare kollaj, kur mban qëndrime kritike mund të të përjashtojnë ose vetë përjashtojnë siç ka ndodhur në Partinë Demokratike për shembull. Dhe në këtë kuptim nuk ke më pastaj mundësi që të shprehesh. Zonja Spiropali është treguar le të themi pak më inteligjente se zoti Saliani nga ana tjetër, sepse ka arritur të shpreh kritikat e saj për modelin qeverisës të vendit tonë, pra që në fare është gatuar edhe orkestruar nga Rama, sepse ai është lideri dhe kryeministri i vendit. Ka arritur të shpreh këto kritika dhe është ende aty, pa çka se e paralajmëruar përpoqje. E qartë, por në fakt këto kritika vinë nga një njeri që deri dje, po themi e mitizonte zotin Rama edhe e krahasonte edhe me figura historike si Skënderbeu në fakt. A e zbejnë këto pak, sepse nëse do të ishte një figurë pak më neutrale si zoti Bushati, që ka qenë më herët në fakt kritik i zotit Rama, po edhe zoti Blushi që njihet gjithmonë ka qenë gjithmonë për përplasjet me zotin Rama, përplasjen thonjza. Dhe pastaj kur doli, domethënë nuk është se ishte në një çudi se dihej që nuk është se kishin ndonjë marrëdhënie shumë të ngushtë. Por ardhur nga Spiropali. Ju kuptova. Unë mendoj në fakt që po patjetër, domethënë kjo është kostoja që paguan Elisa Spiropali. Fakti që në CV-n e saj politike i ka bërë lavde ndoshta të egzageruara Edi Ramës, kryetarit partisë vet. Këto do ta përndjekin ca kohë zonja Spiropali, sigurisht që është pikë e dobët në profilin e saj, por nuk është e pakapërcyeshme. Ashtu si kundër ajo i ka bërë lavde të egzageruara, duke qenë Skënderbeu etj. Sot megjithatë po i bën një qëndres që edhe kjo është pamendueshme, ose që kërkon një guxim goxha të madh. Pra, në një farë mënyrë është duke balancuar atë që ka bërë dikur, ose duke shpërë atë që ka bërë dikur, ta duke treguar karakter në një farë mënyrë. Kështu që unë do e shikoja megjithatë, pra gjithë të shkuarën e zonjës Spiropali dhe këto lavde që ka bërë Ramës, nuk do e shikoja si një problem kaq të madh për aksionin e saj politik. Problemi do jetë më shumë me lëvizjet e radhës që ajo do kryej, sepse fundi e parë nuk mjafton vetëm të bësh postime në Facebook, që ka bërë deri tani, pa çka se edhe filozofike në një farë mënyrë, në një lloj legitimiteti moral që fiton edhe kapitali politik që ka arritur të akumuloj, por tani është momenti për të luftuar dhe për të bërë lëvizje pak më të forta. Po këtu doja të dilja në fakt. Nuk është vetëm, po ka dhe të tjerë që mendojnë si ajo, sepse nëse fillon, pra publiku fillon ta shohë si kur ajo është e vetme në këtë betejë, atëherë pastaj është një nga ato zjarret që shuhet shpejt. Domethënë si është një hapin e radhës të Spiropali, duke qenë mendoni që mund të ketë një largim apo mund të ketë një pol brenda PS-s edhe me të tjerë, sepse në fakt ka kohë që përflitet për një pol brenda Partisë Socialiste, një pol të mbështetur edhe nga ndërkombëtarët, të paktën kështu kundërshtarët politikë si zoti Kolliçi që kanë artikuluar disa herë këtë pjesën. Ju kuptova. Tani para punës topi është në kushën e Ramës për ta gjuajtur, pra si thua lëvizja, zonja Spiropali ka bërë lëvizjen e vet. I ka thënë, "Ok, më përjashto, nëse to që kam bërë deri tani veprimet e mia ose kritikat e mia parimore për modelin e qeverisës, jo për ty si person, deri tani meritojnë përjashtim." Pra si thuash, tani shtopi në anën e Ramës, ai duhet të reagojë. Sigurisht Rama dhe mund mos reagojë, mund mos bëjë asgjë, mund hesht,
ta lërë në dhe do pikë ta izoloj, mos jap pesh fare Spiropalit. Mund të bëj këtë gjë. Siç mund të bëj edhe si thua ta toleroj si një lloj fraksioni aty brenda partisë, por do ishte e rrezikshme për të, sepse atëherë do tregoj i dobët. Nga ana tjetër mund të bëj edhe përjashtim, pra ta përjashtoj direkt, duke qenë se e kishte paralajmëruar edhe një herë të tretë, po del jashtë. Nuk jemi del jashtë. Pra mund ta nxjerrë jashtë pa diskutim. Mirë, po nëse do bëj këtë, do jap një mesazh diktati mbi partinë dhe do e paraqes Partinë Socialiste si një forum ku nuk tolerohet asnjë lloj kritike nga askush. Në një farë sensi do t'i jepte Spiropalit të drejtë. Por pra do t'i jep të drejtë dhe një lloj kapitali moral. Jo brenda tosës dhe aq shumë, sesa në atë që quhet elektorat i gri, i mërzitur e i lodhur me lloj politike ku mendimi nuk vlerësohet, po vlerësohet vetëm besnikëria ndaj liderit të gjitha. Pra në këtë kuptim do ndihmonte, do jepte karburant, si është kauzës Spiropalit. Tani se çfarë do bëj zonja Spiropali, mbetet ta shohim, por nëse do ta lër këtu dhe nuk do bëj, se do heshtë, do pres thjesht çfarë do bëj Rama. Okej, topi është në anën e Ramës, por ajo duhet mbajë megjithatë dhe duhet të përgatitet për çfarë do lloj skenari që zoti Rama ka në mendjen e vet për ta aplikuar, qoftë skenarin e izolimit dhe heshtjes, pra duke shpërfillur, duke injoruar, derisa po themi dikur të mblidhen strukturat e Partisë Socialiste dhe të marrin një vendim për të, apo për raste të tjera ku pra skenar të tjerë kur e përjashton direkt. Pra në çdo rast zonja Spiropali do të ketë fundur lëvizjen e saj gat. Dhe atë qëndrimin në Partinë Socialiste, duke bërë kritika të buta, parimore, për modelin, jo për personin, duke rritur profilin e saj në shumë dimensione, etj, zonja Spiropali tani nuk mund ta bëjë dot sepse i ka shkëlqyer tonet dhe kritikën e saj dhe në një farë mënyrë ajo që mund të ishte një maraton e gjatë të bërë një sprint 100 metrash, si më thënë, por flasë metaforikisht, ku edhe lëvizjet duhet të jenë pak më të shpejta dhe më intensive sepse ka ndryshuar terreni i lojës. E qartë, në fakt dua që t'i referohem pak edhe postimit tuaj që e kishte analizuar pikërisht në disa dimensione zonjën Spiropali dhe keni analizuar disa nga postimet e saj më të fundit, si takimet brenda strukturave, takimet me ndërkombëtarët, pra që unë jam një njeri që kam edhe peshë ndërkombëtare, duke qenë që ajo së fundmi ishte edhe ministre ajo në jashtme. Dhe normalisht ka një peshë, ka mbajtur poste si edhe të kryetares të kuvendit, po edhe në PS ka patur një rol edhe një peshë shumë të madhe organizative, ka qenë një nga drejtueset e qarkut të Tiranës gjatë zgjedhjeve, që mbulonte kavajën, po që kishte rol shumë të rëndësishëm brenda strukturave. Po, dhe keni analizuar në fakt në disa prizme. Po, në fakt, vetë zonja Spiropali ka dashur që të ndërtoj një profil të pasur. Pra, të shfaqet edhe si njeri i partisë, edhe si njeri që ka lidhje ndërkombëtare, edhe si njeri, po themi që intereson kultura dhe në një farë mënyrë për postimi për Qosen dhe për Kadaren, po. Po edhe si njeri familjar, pra njerëzor, postimet me fëmijët e vet e kështu me radhë. Pra ajo ka dashur dhe është strategji e qëllimit, pra natyrisht nga ana e saj, që të shfaqet në disa dimensione. Kjo çfarë do të thotë? Kjo do të thotë që ajo të paktën deri në atë moment, deri para kësaj përplasjes, pra më përjashto këtij postimi të fundit, deri aty, me sa duket ka qenë duke matur pulsin. Betejë të gjatë, si më thënë. Të gjatë, po me intensitet të ulur, pra pa u përkasur direkt. Pra duke rritur, pra jo duke mos zgjedhur konfliktin, por duke zgjedhur ndërtimin e profilit saj. Sepse kur gjithë presin që ajo të përplaset, ajo po ndërtonte profilin. Ne kemi pritur edhe më herët që zonja Spiropali kritikën ta kthente në përplasje. Mirë, pa ajo kishte vazhduar kritikën dhe pastaj nga kritika filloi ndërtonte profilin e vet. Që ishte lëvizje e zgjuar patjetër. Ama tani nuk e ka më atë mundësi, sepse përplasja ka ndodhur,
sigurisht nuk është personale në sensin që të sulmoj Rama ose Rama të sulmoj Spiropalin në këtë kuptim. Jemi akoma në sensin e përplasjes funksionale ose institucionale, si thosh. Pra ajo thot unë po kritikoj modelin, ndërkohë që zoti Rama është duke disiplinuar, po themi, një nga deputetët e vet. Në këtë kuptim nuk ka asgjë personale, është vetëm çështje e funksionimit të brendshëm të partisë, të një partie, si është Partia Socialiste. Por çdo gjë tjetër, reagimi kaq i shpejt. Pra direkt mbas i dolën këto zërat që Rama i kishte vendosur një ultimatum Spiropali. Reagimi kaq i shpejt e bën gati të duket emocional, edhe pse ai postimi i gjatë përjashto kishte shumë argumenta që e shfaqiste racionale. Po, sepse në fakt u raportua që kishte dashur t'i kundër përgjigjesh në mbledhje, por zoti Rama nuk e kishte lejuar dhe prandaj mbase ishte fjalët që mbase kishte dashur t'ia thoshte në mbledhje dhe pastaj i ka paraqitur në rrjetet e saj sociale. Po dakord, mund ta themi këtë gjë, megjithatë unë mendoj që mund kishte pritur ca më gjatë. Por më sa duket ka ndryshuar strategji. Pra nuk është për këtë rrugën e gjatë e cila do jepte fytyrë dikur. Po gradualisht duke rritur profilin e saj, ndoshta nuk kanë qenë as kushte, se ne para ne gjykojmë nga jashtë, duke mos i ditur të gjitha gjërat që ndodhin brenda Partisë Socialiste. Për komunikimet private midis Spiropalit dhe Ramës janë një tip. Po që thuhet se kam patur pra një bisedë. Në fakt, po përflitet edhe për disa hetime të iniciuar ndaj njerëzve të afërt të zonjës Spiropali, mbase edhe këto kanë nxitur edhe atë reagimin impulsiv të zonjës Spiropali. Sepse la të kuptoj në fakt që kështu ishin të iniciuar. Ndoshta, po shikoj, jemi gjithsesi në rrafshin e... Nuk kemi asnjë gjë zyrtare, po. Dhe fundja fare, thash edhe një herë, diçka ka ndodhur tjetër që e ka bërë të ndryshojë strategji. Se strategjia e saj ishte për një rrugë të gjatë, me akumulim kapital politik, se thua, të gradual, më thonë, pak sot, pak nesër, pra duke akumuluar, duke rritur profilin. Mirë po sot ne shohim, edhe pam vjet paktën, një ndryshim të peft, pra një reagim që me sa duket erdhi për shkak se ka ndryshuar kushtet, ka ndryshuar terreni i lojës, edhe tani nuk duhet dot më ashtu. Nuk mundet dot më tani për shembull zonja Spiropali të filloj prapë dhe të bëj një postim të tipit kulturor, ose familjar, ose ja tek jam me socialistët e njësisë Bilane, kështu me radhë. Nuk mjafton më kjo. Tani duhet intensitet më i lartë, sepse ajo ka filluar një lojë tjetër tani. Tani jemi në lojën e mbijetesës politike, nuk jemi më në rritjen e profitit. Tani çështja trohet, a do mbijetoj politikisht Partinë Socialiste zonja Spiropali, dhe nëse po si. E qartë. Ndërkohë që brenda PS-s ka edhe një garë tjetër të hapur midis zotit Braçi dhe zonjës Manastirliu për Bashkinë e Tiranës. Mendoni që zoti Rama do ta ndryshojë vendimin e tij të muajit shtator ku shpalli zonjën Manastirliu si kandidate për Bashkinë e Tiranës? Mendoni që mund të kemi një surprizë dhe të zgjedhë zotin Braçi? Nuk i dihet, por unë po them vetëm nuk mund të parashikojmë se çfarë do bëjë zoti Rama. Në një farë mënyrë zoti Rama ka treguar të gjithëve që merr vendime nga më të çuditshme në farë mënyrë. Dhe që ja lejon fundja pozita që ka në Partinë Socialiste, po edhe në politikën shqiptare, duke qenë se ka kaq shumë pushtet, si brenda partisë, po edhe në raport me partitë të tjera, vota, se në deputetët që i binden atij. E në këtë kuptim ai mund të bëjë në një farë mënyrë pra të plotësojë edhe tegat e veta ose të ndërmarr po themi veprime dhe vendime nga më të çuditshme. Neve nuk e parashikojmë dot. Edhe në këtë rast në fakt kemi një deputet rebel, edhe një person, domethënë që le të themi i shkon linjës politike 100%. Po.
kështu është. Dhe në një farë mënyrë kjo është për të parë. Pra, si thua, përpara Ramës kemi zotin Braçe, një socialist i vjetër, i cili ka bërë kritikat e veta konstruktive në një farë mënyre për modelin qeverisës, në një farë sensi goxha edhe më shumë se sa Spiropali, po ta themi kështu. Edhe më konkretisht se ajo, pra ka kritikuar në fusha specifike, konkrete, se si ka operuar. Si bujqësia, po. Jo mirë qeverisja, jo mirë shteti. Pra, edhe është toleruar, një farë kuptimi. Është toleruar deri tani nga Rama dhe nga partia e vet. Dhe kemi zonjën Manastirliu, e cila nuk kemi parë e dëgjuar ndonjëherë në kritik, qoftë edhe të vogël, për ndonjë gjë që ka bërë Partia Socialiste deri tani dhe Rama. Kështu që kemi një besnik total, kemi dhe një deputet deri diku rebel. Të shohim se këtë do zgjidhë Rama, por ndoshta Braçe mund të rehabilitohet. Një farë kuptimi, nuk e di a do ta zgjedhë apo jo për kryetar, për kandidat për Bashkinë e Tiranës, të s'më ta thot. Por nga ana tjetër, ndoshta mund të gjendet një sistemi tjetër për zotin Braçe. Qartë, a mund të kemi dhe për, se këtu doja të dilja, mund të kemi dhe për zonjën Spiropali një post, po themi një ofiç tjetër që ta kënaq dhe egon e saj? Jo, nuk e besoj. Tani jemi në kushtet që zonja Spiropali, pra si më thënë, shiko, nga Braçe në një farë mënyrë ai kishte krijuar këtë profilin e rebelit me kohë. Ndërkohë që zonja Spiropali ka shumë pak kohë që ka filluar kritikat e saj. Dhe në një farë mënyrë gati u çuditën të gjithë që filloi me kritikat e saj. Ka dhe një gjë tjetër që besoj se për Braçen, në një farë mënyrë Braçe është pak a shumë si një lloj figure e vetmuar dhe e vetme që bën kritika, ndërkohë që do thotë, prandaj dhe mund të tolerohet, është një individ kritik, kaq. Dhe pesha e tij politike nuk është më shumë se sa pesha e tij individuale. Ndërkohë, për zonjën Spiropali ka pak në zëra që thonë se nuk është vetëm ajo dhe ka dhe të tjerë njerëz që veshtohen pro saj, se nuk e kanë bërë zyrtarisht deri tani këtë gjë. Dhe që pra ka një fuqi pak më të thellë dhe më që qëndron si thua në sfond. Dhe për këtë arsye nuk tolerohet dot, ose ideja është ose do gjendet një sistemim për gjithë grupin që përfaqëson zonën e Spiropalit, që ende nuk është bërë i dushëm, por kjo duket pak e vështirë, sepse janë shpërsuar tonet në publik pak si shumë. Ose do gjendet një nxjerrje jashtëloje e gjithë grupit që ajo përfaqëson. Dhe unë mendoj që më shumë do shkohet drejt kësaj gjëtës. Që do thotë që zonja Spiropali do duhet filloj e të shoh tani se si do zhvilloj projektin e saj. Po si do mbijetoj? Pra, nëse do mbijetoj dot dhe si do mbijetoj brenda Partisë Socialiste, sepse të dali tani direkt jashtë është pak e vështirë, nuk ka grumbulluar kapital mjaftueshëm që të filloj diçka dhe të tërheq pas vetes aq shumë aq sa duan prapë votues, mbështetës me. Po në fakt nuk është edhe një figurë shumë popullore, po themi, ndryshe nga figurat të tjera, domethënë nuk ka ndonjë kapital politik. Po themi, njihet vetëm për këto mbështetjen e verë brendaj Ramës, ose për disa deklarata të saj të bujshme, po jo për ndonjë peshë shumë të rëndësishme. Pikërisht, pra kjo është çështja. Domethënë, zonja Spiropali tash për shumë kohë ka qenë thjesht një nga njerëzit në listën e Ramës, që ishin sigurt, ishin profi e kështu me radhë. Por nuk është se ushqua në performancën e saj as për keq as për mirë, ishte një performancë normale në gjykimin tim në postet që ka mbajtur, qoftë në kryet të kuvetit, qoftë në ministri e kështu me radhë. Kështu që nuk është se ka lënë ndonjë gjurmë shumë madhe deri në moment, deri në sa filloi të zhvilloj kritikën për modelin qeverisë. Tu ushqua, tu troqi vëmendjen, por çështja është tani që kjo vëmendje nuk mjafton. Sepse nuk është puna tani që të marrësh klikime, të mos marrësh klikime për një javë, ndoshta, pastaj nuk je më. Nuk mjafton të kesh vetëm
është një aksion të tillë, do duhet tregosh që nuk e vetëm i tillë. Nëse zonja Spiropali është vetëm, nëse është si zoti Braça po themi, atëherë nuk besoj se ka të ardhme zonjës. Ama nëse ka të tjerë që mendojnë si ajo, të pakënaqur në mënyrën se si po zhvillohet qeverisja e vendit, të pakënaqur edhe nga fakti që ka ngecur integrimi evropian. Pa çka se retorikisht po mbulohet, por ka ngecur, jemi mbrapa malitësi. Që do të thotë Partia Socialiste nuk e ka më, dhe zoti Rama nuk e ka më kalin e betejës që është integrim. Raporta europiane. Megjithëse e trumbeton dhe në fakt edhe porosia e fundit në mbledhje ishte pikërisht përshëndrimi te çështja e integrimit. Që do të thënë të gjithë energjia të fokusohej aty te retorika për integrimin. Po, problemi është që retorikisht nuk mund ta fshesh pafund të gjë. Pra nëse integrimi ka ngecur, do merret vesh nga vendimet që do marrin vendet europiane për aplikimin ton për t'u antarësuar, pra për ecurinë e Ne në fakt nuk kemi ende edhe një datë të caktuar që pritet që duhet që të lançohet në muajin maj, me sa është diskutuar, por që ende nuk e kemi. Përshojnë edhe e kam fjalën këtu që procesi i integrimit është kokë fort, pra ka datë ose s'ka datë, ka po ose ka jo. Që do thotë ne do shohim qartazi, kemi ngecur, apo në fakt edhe kemi vetëm mbrapa malitësi për shembull, apo perspektiva është ende aty dhe duhet vetëm disa gjëra të vogla. Këto do ta shohim. Nuk dua që të spekuloj as unë këtë rrafsh, por ama për momentin e dim që jemi mbrapa malitësi. Po. Mendoni se në fakt mund të ketë largime nga të figurave të konsoliduara nga Partia Socialiste, pakënaqësi, mund të çojë në këto edhe rienergjizimin ta çojë në një mënyrë tjetër, sepse nëse zoti Rama synon që rienergjizimin ta bëj duke qasur figura të reja, të bëhet rienergjizimi duke ikur figurat e vjetra dhe të bëhet pastaj domosdoshmëri hyrja e të rejave. Zoti Rama në një farë mënyrë nuk e ka rinovuar Partinë Socialiste. Ka futur figura teknicienësh dhe i ka politizuar në një farë mënyrë, i ka vendosur poste politike. Ka marrë si thua gjak të ri në parti, ose edhe gjak teknik dhe e ka transformuar në politikë. Në këtë sens, nuk është një çudi që edhe nëse ka rrjedhje në Partinë Socialiste, pra që figura të pakënaqura, socialistësh të vjetër, kritik, ku diun ditë Mir Bushati, Arben Magaj, ndoshta nesër Erion Braçe, apo Elisa Spiropali, apo tjetër kush, apo Fatmir Xhaka, ku diun tani. Nëse këta largohen, për shembull, sigurisht që zoti Rama e ka mundësinë që ti zëvendësoj, sigurisht jo me të njëjtën cilësi. Jo me të njëjtën staturë. Se prurjet e reja në fakt lën pak për të dëshiruar Pra në një farë mënyrë, duhet të themi edhe këtë që Partia Socialiste është pak më mirë se Partia Demokratike në fushë, sepse pak më shpesh ose në Partinë Socialiste ka më shumë ndryshime, ka më shumë lëvizje personeli, si thua, se në Partinë Demokratike për shembull. Në fakt këtu doja të ndalesha dhe të bëhenim edhe një krahasim, sepse në Partinë Demokratike ka filluar, megjithëse brenda eksponentëve nuk pranohet që ka një lloj spastrimi, por ka, në fakt, janë arsyet e zotit Berisha, sepse të gjithë thonë që këto janë pyetje që duhet t'ia drejtoni atij edhe por në fakt ka nisur spastrimi në çdo deg dhe motivacioni më i fundit është Saliani, domethënë është shpallur pak një kështu armiku i brendshëm dhe të gjithë kush bashkëpunon me Salianin përjashtohet. Dhe pastaj ka edhe arsye të tjera që i fundit ishte në Korç për arsye fetare. Si lexoni këto? Edhe krahasimisht me Partinë Socialiste, mendoni që e bëjnë e çojnë në disfavor Partinë Demokratike? Edhe në një periudhë që, sepse dje, në një intervistë për median ton, edhe njëri nga ish eksponentët deklaroi që nuk duhet që të ndodhin këto përjashtime tani. Në një kohë që Partia Demokratike, në fakt, as nuk frymëzon më për protestat, për këto. Dhe këto janë kritika që vinë nga vetë antarët. Po, kuptoj. Në fakt, pyetja e madhe për demokratët
që nga më i thjeshtë deri tek Sali Berisha, lideri i partisë, është kjo. Çfarë është Partia Demokratike? Cili është misioni i saj? Pse ekziston Partia Demokratike? Ekziston për të fituar zgjedhje, apo ekziston për të qenë parti pushteti, apo ekziston po themi si një parti, si një komunitet besnikërie ndaj një lideri. Nëse është komunitet besnikërie ndaj liderit, që sot është Sali Berisha, dhe nesër pas zgjedhjeve që do bëhen parti prapë do jetë Sali Berisha, atëherë Partia Demokratike mund të bëj çfarë do bëj sipas trimi, të shtrëngoj radhët, të jetë një lloj reparti ushtarak, forcoj disiplinën, edhe kaq. Pra nëse është komunitet besnikërie, nëse ekziston vetëm për të shërbyer, po themi, zotin Berisha, ndërkohë pastaj, nëse demokratët mendojnë që Partia Demokratike nuk ka mision vetëm të jetë kaq, të jetë, si thua, të bindet Berishës, të respektoj Berishën dhe vetëm kaq, pra liderin, pra vetëm besnikërinë ndaj tij, por të jetë një parti që duhet të jetë fituese, atëherë duhet të shikoj pak edhe nga çfarë thotë zoti Saliani apo të zëra të tjerë kritik në Partinë Demokratike që ata të paktën që guxojnë të flasin për gjë në Partinë Demokratike sot. Pra kjo është dilema që duhet zgjidhin demokratët. Duhet zgjedhin një rrugë, ose rrugën e besnikërisë pafitore, ose rrugën e fitores duke vënë pak në diskutim edhe tekstat dhe qëndrimin komplet besnik vertazi ndaj liderit. Kjo është çështja. Pra, një parti demokratike e cila thjesht rreshtohet pas Berishës, shtrëngon radhët pas tij, pavarësisht se zoti Berisha deri tani nuk ka arritur dot ta bëjë fituese. Dhe ende nuk ka thënë se si do ta bëjë fituese përveç se duke bërë proteste të herë pas hershme, të cilat edhe ato nuk kanë qenë fituese sepse nuk e kanë realizuar dot qëllimin që ka qenë qeveri teknike, rrezimin e Ramës apo jo. Do duhet pra të shfaqet një platformë tjetër. Shikoni, kriza në fakt e zotit Berisha, ose flasim edhe për këtë, nuk është kriza a do jetë apo jo kryetari i Partisë Demokratike. Çështja është në çfarë idesh, çfarë platforme do vazhdojë të jetë kryetari i Partisë Demokratike. Sepse duke kaluar koha, mund të rritet doza e skepticizmit ndaj leadershipit të tij. Do të thotë, ku shkojmë me zotin Berisha? A bëhemi ndonjëherë fitues? Kur? E qartë. Ju falenderoj për kohën tuaj. Faleminderit juve. Dhe dëgjojmë në intervista të tjera. Faleminderit.